Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga pagjumësia, hiqni dorë me njëherë nga këto ushqime, po ju lën pagjumë natën. Darka është vakti më delikat I ditës pasi është hapi I fundit kur trupi përgatitet për gjumë. Është e ditur tashmë që ushqimet pikante, sheqernat apo shumë yndyrë do t'ju rëndojnë dhe përrjedhoj do të prishin cilësinë e gjumit tuaj. Nëse ju qëndroni larg këtyre ushqimeve shumë të përpunuara gjatë vaktit të darkës dhe keni përsëri probleme me gjumin, me siguri ju po konsumoni një listë tjetër ushqimesh të cilat nuk ju ndihmojnë. Shpeshherë edhe ushqimet e shëndetshme për shkak të mineraleve që përmbajnë mund të bëhen shkak për prishjen e gjumit. Sipas ekspertëve, disa ushqime, pavarësisht të vlerave të mëdha që I japin trupit tuaj, do t'ju shkaktojnë kollitje dhe parahati gjatë gjithë natës. Në këtë video, ne do t'ju tregojmë një listë ushqimesh të shëndetshme të cilat duhen evituar gjatë darkës. Nëse konsumoni disa copa djathi kaçkavall gjatë darkës dhe keni vështirësi gjatë fjetjes, sapo keni gjetur shkakun. Djathi kaçkavall, duke qenë se është I fortë dhe zakonisht me shumë yndyrë, është I vështirë për t'u tretur. Kur trupi shtrihet, procesi I tretjes ngadalësohet dhe ky ushqim do t'ju shkaktojë djegje në stomak dhe vështirësi në frymëmarrje. Nëse konsumoni pak djathë 4 deri në 6 orë përpara se ju të shtriheni për të fjetur, trupi juaj do të arrijë që ta tresë atë pa problem. Gjatë darkës është mirë që ju të konsumoni qumësht për një gjumë sa më të qetë. Megjithse, rekomandohet si një ndër ëmbëlsirat më të shëndetshme, çokolata e zezë është një kërcënim për gjumin. Çokolata e zezë është e pasur me polifenole dhe një burim I madh kafeine. Pijet me përmbajtje kafeine sigurisht që duhen evituar gjatë darkës nëse doni që të flini të qetë. Po kaq I rëndësishëm është gjithashtu edhe evitimi I ushqimeve të cilat përmbajnë kafeinë. 2 copa të vogla çokoladë të zezë kanë kafeinë sa një gjysmë filxhan kafeje. Ne ju këshillojmë të konsumoni çokoladë dhe produkte që përmbajnë kafeinë 6 deri në 10 orë përpara gjumit. Zëvendësojini ëmbëlsirat e darkës me fruta të freskëta të stinës. Mishi është një burim I shkëlqyer proteine dhe hekuri që ndihmon organizmin ton në shumë mënyra. Qoftet tipike me mish të grirë mund t'ju shkaktojnë probleme në tretje për shkak të dhjamit dhe të yndyrës që ato përmbajnë. Për këtë arsye, çdo pjesë mishi me shumë yndyrë, qofte apo hamburger, duhet ta evitoni të paktën deri në 4 orë përpara se të flini. Për një burim alternative proteine në darkë, ne ju këshillojmë të konsumoni mish pule apo gjeli pasi mund të tretet shpejt. Mishi I viçit, I derit apo bifteku ka 12 herë më shumë dhjam se mishi I pulës apo I gjelit. Çaji I jeshil përmban kafeinë, pak a shumë aq sa një gjysmë filxhan kafeje. Kështu që konsumimi I kësaj pijeje në darkë do t'ju sjellë shqetësime gjatë gjumit. Siguroni të pini çaj jeshil 5 orë përpara se të flini gjumë dhe zëvendësojeni atë me çaj kamomili para gjumit. Çaji I kamomilit do t'ju qetësojë dhe njëkohësisht do t'ju shplodhë, duke rritur cilësinë e gjumit tuaj. Ndërkohë, këtu ne do t'ju tregojmë disa receta fantastike të cilat do t'ju vinë në ndihmë për pagjumësinë, siç është për shembull edhe çaji I bananeve. Pagjumësia është një problem I cili sot po pret një numër të madh të popullsisë në mbar globin. Stresi I përditshëm ka ndikim në orën dhe në cilësinë e gjumit. Nga ana tjetër, pagjumësia mund të shkaktojë probleme serioze në shëndet,
Ndaj orët e pushimit të natës duhet të kthehen në prioritet për këdo që ka orë të lodhshme pune. Ata që kanë probleme me pagjumësinë mund të provojnë çajin me banane të zira. Bananet së bashku me lëkurën e tyre janë të larta në magnez dhe në kalium. Magnezi është jashtëzakonisht i dobishëm në rastin e çrregullimeve të gjumit dhe njëkohësisht ai siguron edhe qetësi. Siguroni që të përdorni 100% banane organike të cilat janë të pastra nga kimikatet dhe pesticidet. Përbërësit janë një banane organike, një tenxhere të vogël me ujë dhe një shkop kanell. Përgatitja: së pari prisni skajet e bananes, zhvisheni atë dhe vendoseni në një tenxhere me ujë të vluar së bashku me lëvozhgën. Lëreni të vlojë për plot 10 minuta dhe pastaj kalojeni në kulles. Shtoni pak kanell dhe pijeni para se të shkoni për të fjetur. Frutin e mbetur mund ta përdorni për një ëmbëlsirë të shijshme. Çaji me banane është një mënyrë shumë e mirë për të trajtuar problemet e gjumit. Ajo është plotësisht natyrale, e sigurt dhe njëkohësisht e dobishme. Sipas informacioneve, ju duhet të dini se mund të pini edhe kamomil, i cili ka një efekt qetësues në trurin dhe në trupin ton duke e përgatitur atë për të fjetur. Ndërkohë, uji është një pije e cila është e disponueshme nga të gjithë. Shumë njerëz mbajnë një shishe me ujë pranë shtratit të tyre dhe kjo duket se nuk është pa arsye. Uji nuk ka sheqer, shuan etjen dhe njëkohësisht nuk përmban kalori. Rekomandohet që të konsumoni më shumë gjatë ditës në mënyrë që të mos të zgjoheni duke shkuar në tualet në mbrëmje. Çaji bimor. Çaji bimor para gjumit do të ketë një efekt qetësues në trup. Veçanërisht e rekomandohet çaji i barzilokut, i cili ul nivelet e hormonit të stresit, kortizolit. Kamomili, çaji valerian dhe nenexhiku janë njëkohësisht të përshtatshëm për një gjumë të qetë, relaksim dhe lehtësim stresi. Qumshti. Qumshti i ngrohtë para gjumit është jashtëzakonisht efektiv, edhe pse kjo nuk është një pije e preferuar për shumë njerëz. Atëherë, për të ulur shijen e laktozës ju mundet të përzieni një lugë çaj mjalt, karafil, kanell ose shafran indije, i cili ka një efekt antiinflamator. Ndërkohë, edhe lëngu i qershisë ka vlera të pabesueshme për sa i përket cilësisë së gjumit. Sipas ekspertëve, lëngu i qershisë, sidomos pa sheqer, ndihmon njerëzit të cilët vuajnë nga pagjumësia. Një studim i kryer me gra 50 vjeçare tregoi se ato të cilat pinin lëng qershie 2 herë në ditë arrinin që të flinin gjumë 84 minuta më shumë se gratë të cilat nuk konsumonin lëng qershie përpara gjumit. Qershitë janë të pasura me përbërës të cilët lidhen me një gjumë të shëndetshëm. Prandaj herën tjetër para se të flini, mundohuni që të konsumoni ushqime të shëndetshme dhe siguroni që të shmangni kafeinën, alkoolin dhe pijet e gazuara apo të sheqerosura 6 deri në 10 orë përpara gjumit. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!